Hajdini me mua se sot në Tiranë po ndodh diçka që nuk e shet çdo ditë. Kryeministri i Anglisë, Sir Keir Starmer, është për herë të parë në Shqipëri dhe unë isha aty për ta parë nga afër. Në këtë moment jemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, i cili është bllokuar totalisht, sepse do të kalojë autokolona zyrtare. Kjo është makina e tij, një Toyota gri e blinduar me targa diplomatike, dhe po, ishte vërtet mbreslënëse. Pak minuta përpara se të mbërrinte, roja e nderit e presidencës u rreshtua me uniformat e kuqe dhe shpatat ceremoniale, një moment që të jep ndjesinë e një filmi. Ja ku duket presidenti Bayram Begaj, që e pret në shkallët e presidencës me të gjithë protokollin zyrtar. Kemi gazetar, kameraman dhe fotograf nga gjithë bota, dhe Tirana sot është në fokusin e ndërkombëtarëve. Ndërkohë njerëzit në rrugë janë të qetë, shëtisin, ka nëna me fëmijë, ka dhe turistë që pyesin se çfarë po ndodh. Ky çift italian më pyeti me shumë kurreshtje. U tregova që në qytet është kryeministri Britanisë, dhe e dini çfarë? Ishin shumë të surprizuar që mund ta shikonin nga afër. Pas takimit me presidentin së bashku me gazetarët anglez, nisemi në këmbë drejt kryeministrisë, ku e pret Edi Rama. Ja ku është kryeministri që zbret shkallët për të pritur homologun e tij britanik. Ndodh përshëndetja e parë, pastaj ecin bashkë drejt podiumit ceremonial. Roja e nderit bën atë momentin e famshëm ceremonial me shpata dhe është shumë solemn. Të dy kryeministrat qëndrojnë në këmbë për të dëgjuar himnet kombëtare, një moment që sa zëri syri shpesh në Shqipëri. Edhe pse sot në Tiranë është një ditë pushimi zyrtare, atmosfera ndihet që në qytet njerëzit lëvizin lirshëm, si një ditë normale, po me ngjyrat e një vizite të madhe. Më pëlqen që edhe me gjithë masat e sigurisë, turistët e shijuan Tiranën dhe ndaleshin për foto. Ky është një moment vërtet special për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Britanisë në 104 vite bashkëpunim, dhe kjo vizitë thellon më shumë partneritetin. Presidenti Begaj e quajti atë një vizitë shumë domethënëse, sidomos për sigurinë, ekonominë dhe të ardhmen tonë në BE. Për mua, si një njeri që ndjek lajmet, por edhe si person që do të tregoj nga brenda se çfarë ndodh, kjo ishte një ditë për të mbajtur mend. Nëse doni më shumë momente si ky, mos harroni të më ndiqni duke bërë subscribe, sepse do t'ju çoj kudo ku ndodh diçka ndryshe nga ajo që shihni në televizion.